Lora, kisha para disa kohësh një djalë ishte në vit të dytë gjimnaz me një mesatare 9 pikë ca, ishte shumë djalë i mirë dhe nuk e kishte kompleks që të dilte në media dhe të fliste, e kisha këtu në podcast. Dhe më thashëm, po si është adoleshenca sot? Është të merë, është brutale. Po pse i thash? Prindri tha në shtëpi, nuk i pyesin fëmijët që si ja kalove sot. Domethënë kjo është gjë minimale që mund të bëjmë ne. Tani ti nuk i kursen këshillat edhe shumë faleminderit për këtë. Më thuaj disa këshilla. Çfarë duhet bëjmë prindrit që kur të shohin këtë podcastin ton, të fillojnë dhe të ndryshojnë raport me fëmijët e tyre? Përpara se t'ju jap këshilla, unë do t'i ftoja, meqense ne po e bëjmë këtë podcast, për të na sjell gjithë shqetësimet që kanë adresën tuaj, që ju mund ta jepni në fund, në mënyrë që ne të dyja bashkë t'i ndihmojmë në podcastet e tjera të radhës për t'ju krijuar mundësinë e disa rrugëve dhe ata janë përzgjedhjen, pastaj ata bëjmë vetë. Ajo që mua më ka tronditur fort ka qenë filmi që kam parë përpara 6 muajve, Adoleshenca, që u dha në mediat italiane dhe që pikërisht na tregoi se çfarë formati kanë sot adoleshentët me raportin e formatit të adoleshentëve të tjerë. Gjithsesi duhet thënë një gjë që edhe psikologët e thonë dhe ne këshilluesit pra që merrem me terapinë pozitive, e këshillojmë dhe themi, mosha e adoleshencës quhet mosha në thonjza e trimërisë. Domethënë, është cikli moshor që ata duan të provojnë ca sfida dhe sfidat mund të jenë të forta, mund të jenë nga sfidat më të lehta deri ke sfidat ekstrem, aq sa mund të ndodhen dhe varësira siç janë drogra dhe problemet e tjera, që sot janë shumë prezent. Janë aq prezent sa që fëmijët në klasën e 6 përdorin ca shishe, ca modele, ca kështu, dhe ju duket sikur janë cool nëse nuk e përdorin, sepse është trendi i kohës. Pra, është kthyer moda i ka kapur përfyti para adoleshentët dhe po i vendos përpara një sfide, o do bëhesh i tillë që ti jesh trendi ose ty do të paragjykojnë që ti, sepse ti nuk je i kohës. Nga ana tjetër, prindrit janë në një moshë që rriten me fëmijët dhe është kulmi i karrierës së tyre, janë duke vrapuar për të bërë para. Janë duke vrapuar për të jetuar, po duan ta jetojnë dhe jetën e tyre. Pra, kanë dhe vëmendjen e tyre. Pra, merren me sport. Shumë bukur. Po fëmijët a merren me sport? Pra, në momentin që ti shkon në palestër dhe merresh ti me sport, çoj fëmijën tënd në një sport. E para. E dyta, merren me estetik. Shumë bukur. Po fëmia jote a merret me estetik në shpirtit, jo të pamjes, sepse të pamjes deri në 18 vjeç duhet të jetë akua e sapone. Pra, ujë dhe sapun. Edhe djemt, edhe vajzat. Pra, si që bën jetën tënde paralele, duhet ta kujtosh sepse të dashur prindër të rinj. Ju e keni kaluar adoleshencën dhe ju mbani mend shumë mirë në vitet tuaj, në kujtimet e fëmijërisë, gjithçka, gjërat që ju kanë pëlqyer dhe gjërat që s'u kanë pëlqyer. Tani keni vënë spaletat e prindit. Spaleta e prindit është një spalet shumë e rëndë. Është një spalet që investohet gjatë gjithë jetës tënde. Dhe kjo quhet spaleta që ti nuk e heq dot, edhe sikur nesër fëmia jote të jetë kryeministër, të jetë president, përpara teje është fëmijë. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, bashkë me spaletat e prindit ty të hypin frikrat prindërore, që të udhërrëfejnë gjatë gjithë jetës, se kur je i fortë, edhe fizikisht dhe në aspektin monetar, ke aftësinë për ta injektuar ndoshta edhe me forcë ke fëmia këtë gjë. Po ka prindër të cilët nuk i kanë dot këtë status, nuk kanë as forcën fizike, as forcën monetare. Atëherë kalojnë në agresivitet se nuk e menaxhojnë dot pa aftësinë e tyre që nuk është për fajin e tyre ndoshta, dhe të gjithë problematikat i shfaqen ke fëmijët, ose në raportet kur kemi dramat midis çiftit, që janë drama të egra, baza ose ajo pjesa kryesore ku kthehet në shiun e mundimeve dhe në të gjithë agresivitetin kthehen fëmijët tuaj dhe ju nuk e kuptoni që fëmia është mbrapa derës dhe dëgjon çdo zë tuaj, shikon çdo grimas të fytyrës tuaj dhe regjistron dhe madje është gati të vetë sakrifikohet që vetëm ju të jeni të lumtur. Dhe kjo është një nga trishtimet më të mëdha, sepse fëmia nuk është më fëmia juaj, po kthehet prindi juaj fëmijë për t'ju bërë juve terapi. E dyta,
Duhet kuptoni që fëmijët kur qajnë, edhe në qoftë se mendoni që po ju mashtrojnë, kanë një arsye edhe kur ju mashtrojnë, që do të thonë kanë frikra ke ju. Atëherë ju nuk keni ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme me fëmijën. Ju keni ndërtuar një marrëdhënie në bazë të frikës, siç e ndërton këtë marrëdhënie një shef me një në punës. Që ai nuk e vlerëson për vlerën e punës që ka, po i ka vendosur siparin e frikës nëpërmjet pagës që ja merr, dhe këtë punonjësin me mëditje, sklavin modern, që ja shfrytëzon mendjen, i shfrytëzon dhe shpirtin. Ditën që ju e keni sjell fëmijën në jetë, mos harroni që fëmia juaj është fëmia juaj, po i dhej botës kur rritet. Dhe nuk është mekanizmi juaj, po shpirti i shpirtit tuaj që djeg fort, se populli nuk thot kot. Atë që ta bën fëmia nuk ta bën as Perëndia.